Dhe shumish të mam përpara se cilin personazhin e radhës i cili do sjellë eksperiencën e personale dhe jo vetëm, dua të bëj një falënderim për mbështetësit e këtij emisioni, siç është Lajfiza dhe Dino Rios. Një falënderim të përzemërt që keni qenë gjatë gjithë sezonave që prej fillimit të podcastit Mam. Gjithashtu, dua të falenderoj secilin prej jush që na ndjek javë pas jave dhe do doja shumë që ti që po na ndjek tani në këtë moment dhe ende nuk e bërë subscribe në kanalin ton, të bërë subscribe dhe të na ndjekësh në çdo video që ne do të vim, jo vetëm me emisionin. Përqafoj dhe le të ndjekim personazhin e radhës. Doktorit i thanë që duhet të bënte edhe radioterapi. Kësaj herë ishin dhe me gocën në krah. Çdo ditë kur ai bënte radioterapit me gocën në krah. Mendove më të keqen, Kristi? E menduam vërtet. Tham, mbaroj këtu. Mendova që ngela vetëm, do të arrisja gocën e vetme. Ishte shumë e vështirë. Me dy mama, me dy histori fantastike, në fakt duke e nisur me Kristin, mamin e Lunës. Jam shumë e lumtur që të kam me historinë tënde, që sigurisht më ka emocionuar dhe gjatë kohës që ne flisnim së bashku, ishim edhe me këtë iden, doja dal do të shpreh të gjitha ato që unë ndjej. E ke pasur këtë shqetësim. Shumë faleminderit Orinda për mundësinë që më dhe. Kënaqësi, dritarja e mamë është gjithmonë e hapur për mamat. Për të ndarë historinë time. E vërtet. Me plot dhimbje, edhe me gjëra të bukura. Më pëlqen shumë emisioni jot. Komplimente, domethënë, sepse e dëgjoj shumë shpesh dhe gjej veten. Them nuk që nga unë e vetmja, për shumë gjëra që mamat këtu tregojnë. E di, edhe unë them herë pas here, ja them edhe mamave që faleminderit ju që vini, tregoni historitë tuaja, sepse edhe unë vet kam mësuar shumë. Kam mësuar një gjë që ndoshta nuk do e mësoja përpara, kam ndryshuar taktik për disa gjëra të tjera që kam mësuar prej jush, sepse mami është, le të themi, një titull apo një pozicion i cili është gjithmonë në zhvillim. Edhe nuk duhet të ndalemi kurrësisht. Ashtu është të tregojmë eksperiencat tona, sepse ndihmojmë shumë. Duhet jemi dhe selektive njëkohësisht, edhe këtë drejt, sigurisht. Këtë nuk duhet ta përjashtojmë. Krist, le ta fillojmë pak historinë tënde, e cila nis me historinë e dashurisë, me pritjen e gjatë për ardhjen e Lunës, edhe me disfatat që keni pasur ndër këto vite. Po. Me bashkëshortin jemi njohur shumë të vegjël, që 15 vjeç, 16 vjeç jemi lidhur, shumë vite bashk, le të themi 4 vjet lidhje, 5 vjet fejes. Okej. Pastaj u kurorzuan në martesë. Kur filluam pjesën për të provuar, u martuam, donim një fëmijë, unë e kisha më shumë e qejf, bashkëshorti jashtë. 24 vjeç. 24, bashkëshorti im 25. Kemi vetëm një vit diferencë, edhe e ndjente vetëm pak të vogël. Është prit dhe pak, donim të blinim një shtëpi. Edhe po prisnim pak këto kushtet, domethënë. Por ndonjëherë gjërat nuk vinë kur i do. E di. Nuk vinë kur i do. E di. Zoti shesh me ne ndonjëherë kur ne bëjmë plane. Ndonjëherë plani i Zotit është më i madh se sa ai që ne kemi pritur. Fiks, kur e kupton më vonë pastaj këtë gjë. Kur arritëm që blem një shtëpi, madje sa jemi futur, pas disa ditësh unë bëj një test, kishim tentuar, domethënë, kishim 4-5 muaj që tentonim, bëj një test dhe isha shtatzan. Gëzimi im ishte shumë i madh, domethënë në asaj kohe. Uaj, thash bashkëshortit, na erdhën shumë gjëra të mira bashkë. Martesa, shtëpia, fëmia. Unë punoja edhe në një klinikë ginekologjike. Edhe bëra ekon e konfirmimit të shtatzanisht, isha shumë e vogël, 4 javësh e gjysmë, dhe doktoresha më tha që mendoj që mos ta hapësh një herë si lajm, sepse e shoh pak poshtë embrionin. Jo në pozicionimin e duhur.
Okej, thash, gjithsesi unë isha e gëzuar, por gëzimi zgjati vetëm një javë e gjysmë. Vërtet. Më filloi një natë hemorragjia. Kontaktoj me doktoreshën, të qarat e mia, do të thënë humbi, ishte abort spontan. Natë apo jo? Jo, doli në formën e një ciklit. Kuptoj, një cikli. Po. E marr vesh. Të nesme kur shkova te klinika, normalisht unë konsultova me doktoreshën, edhe me doktor Alimin. Alimin, sa aso kohë punoje te doktor Alimin. Edhe kishte ndodhur aborti spontan. Si është ai momenti kur ti përballesh me këtë humbje, të cilën e kishe pritur kaq shumë, edhe erdhi në një kohë të shkurtër, le të them, se 5 muaj është kohë e shkurtër, edhe kështu por gjithsesi është diçka që ti e kishe pritur shumë dhe pa pritma se gjithçka mbaroi. Mbaroi, ishte shumë e vështirë. Unë jam dhe vetë pak tip emotive, e ndjeshme, e përjetova shumë keq. Çfarë të tha doktori aso kohë? Mos më përsit. Janë gjëra që ndodhin. Gjëra që ndodhin, nuk ishte formuar mirë. Do presim 3 muaj, sapo mitra të marri veten e vet, edhe do tentojmë përsëri. E di pse e them këtë, sepse shpeshherë doktorët sigurisht që na mbështesin në rrugtimin tonë dhe përpiqen që të na mbajnë dhe me këmbë në tokë. Ato e kalojnë këto gjëra thuajse kanë shumë raste të tilla për ditë dhe ato e kanë një rutinë normale këtë një gjë. Por për gratë që mezi presin të bëhen nëna do jetë gjithmonë e vështirë. Dhe ajo që më pati thënë ma doktoresha atëherë kur pata humbjen e parë, emisin e parë, tha, Orinda, shumë mirë që ndodhi tani. Sepse do të thotë që ai embrion ka pasur një problem. Kështu që kjo është një arsye, pra nuk është formuar, më mirë që ndodhi. Edhe pse duke që embrioni ishte në formën e duhur deri 2 ditë përpara, por ka pasur një problem, kështu që më mirë që shkoi vetë. Domethënë Zoti vendos vetë disa gjëra dhe këtu duhet ta ngjesh në formë ngushëllimi, sepse mund të ishte edhe më e komplikuar pastaj më pas. Për gjithsesi, unë e përjetova shumë keq duke qenë se punoja edhe me gratë shtatzana. Kur shikoja që vinin gratë shtatzana, ndjesha keq, jo në kuptimin e keq të fjalës, por për pjesën e zilis, por që ti ndjesh keq që pse Zoti, pse mua. Pastaj kishim dhe raste plot infertiliteti apo abortësh që ndodhin, gjëra të ndryshme, gjeje edhe veten, po dhe e përjetoje keq. Dhe ishe gjithkohës pra në kontakt me ta, diskutoje rastet e tyre që dëgjoje. Po ndërkohë, more masa për veten tënde në ato muaj, pra çfarë do të bëni, të analiza, ju nështruat, le të themi një lloj protokolli? Meqense se ju e donit një fëmijë. Po, normal. Në fakt pritëm 3 muaj. Përpara se të provonit. Po, përpara se të provonim përsëri. Pastaj bëm disa analiza, po tentonim, nuk po ndodhte. Kështu që normalisht duke qenë se edhe unë isha te klinika atje, bashkëshorti bëri analizën e spermogramës, edhe unë i nështrohesha vazhdimisht ekografive, edhe në fazën e ovulacionit për të parë më mirë vezoret, ishte çdo gjë okej. Çdo gjë okej, por nuk po donte të vinte. Kuptoj. Për shumë vite me radhë. Sa vite u bën? U bën 4 vite. Pas 4 vjet e pak, unë mora vesh që isha shtatzan me lunën që kam sot në krah. Megjithatë, rrugtimi juaj ka qenë plot sfida. Plot sfida. Jo, Krist. Edhe përpara se të vinte. Po. Bashkëshorti im, pasi unë pësova abortin, fillova të vuaja pak nga ankthi. Gjithashtu dhe ai. Ai kishte më shumë probleme dhe pastaj filloi po ndiqej nëpër mjek për probleme që ndjente, derisa u diagnostikua me tumor në kokë. Ka qenë një fazë shumë e vështirë. Këtu fillonte edhe kjo pjesa që ne përsëri nuk po mundnim dot të nuk po e tentonet më. Jo, po tentonim, por që nuk po ngelesh shtatzan. Doktor Alimi më thoshte, më merrte me të mira. Thoshte, mos u mërzit, ju jeni shumë mirë, por thjesht duhet ta kuptosh që jeni në luftë për jetën. Kështu që merr kohën tënde.
të duhet të qetësoheni, pastaj të Pjesa e stresit ndikon shumë. ndikon shumë. Në fertilitet, në arritjen e një konceptimi të duhur. Pas shumë kohësh i kërkoja edhe të bëja histeroskopin për të parë më mirë tubat e falopit. Dhe doktori thoshte, jo, prit sepse je akoma në këtë fazën e luftës për jetën me bashkëshortin. Ka qenë shumë e vështirë, Rinda. Ka qenë vërtet shumë e vështirë. A kaloi ajo periudhë? Ajo periudhë, në fakt, bashkëshorti u operua, bëri ndërhyrje, doli me astrociton difuze të gradës së dytë. Okej ishte, do më thënë, nuk është se ishte shumë agravuar, ishte okej. Mbahej në kontroll. Me rezonanca çdo 6 muaj, pastaj kaluam çdo një vit, dhe ishte okej. Megjithatë, ishte ai momenti kur morët vesh se do vinte Luna? Shumë e lumtur sepse unë kisha dhe babin në atë kohë që u diagnostikua me kancer në mushkëri. Lash dhe punën, unë e lash dhe për pjesën e ankthit, më bë një gjendje që nuk po e përballoja dot më. Dhe të merresha me shumë njerëz në klinik, nuk po e përballoja dot më dhe vendosëm që do ktheheshim në qytetin tonë të lindjes, në Fier, ku kishim dhe prindrit. Edhe e lash punën, por gjërat nuk ecën përsëri siç donim, nuk u rikthyem andej. Në atë kohë marr vesh që babi im u diagnostikua me kancer në mushkëri. Lutesha Zotit, Orinda, që të ma sillte në atë moment shtatzanin, sepse ta lumturoja babin. Duke qenë se paka shumë fundin e dia, doktorët ma kishin thënë, gjendjen e babit ishte goxha e agravuar. Edhe lutesha, por pas 3 muajsh ndodhi. T'ja bën mrekulli. Po. Ndodhi me një dorë të hedh dhe me një dorë të pret, kur i thon, ose diçka të merr dhe diçka të jep. Ishte shumë lumturi. Ishte shumë lumturi. Ja thash babi tim, pa ardhur bashkëshorti im, ja thash babait tim. Ma solli motra atë ditë sepse di që i bënte kimioterapit. U gëzua shumë. Më vjen shumë keq që nuk e kam një video në atë moment. Për t'ja treguar, po në momentin që kur ja tregova, sepse emocionet bënin të vetën, nuk më vajti mendja. Ndërsa më vonë po prisja bashkëshortin dhe çfarë do t'i bëj një surprizë që t'ja tregoj. Nuk kisha as një kuti, as diçka bebe, siç bëjnë të gjitha. E ke parasysh si shohim dhe në rrjetet sociale. E çfarë do bëj, dhe kam bërë te dora këtë pres, ndërhiq gishtin edhe I'm pregnant. Sa po hyri në derë. Ishte shumë lumturi, domethënë. Pastaj si kanë qenë ato ditët e para? Ishe më me frikë se herë? Shumë me frikë, sepse më erdhi pas kaq shumë vitesh dhe pas një aborti spontan. Isha shumë e frikësuar. Domethënë rria në shtëpi, isha shumë mirë, nuk isha shenja nauze apo të vjella. Nuk isha të vjella. Jo, isha shumë mirë. Por pastaj për fat keq, ne kaluam Covid familjarisht. Ka qenë dhe babai im që rrinte te shtëpia ime. Unë e shoqëroja për kimioterapit shtatzan, deri 3 muajshe. Edhe kaluam Covidin. E morëm të gjithë familjarisht. Aty filloi përsëri një stres i madh për mua, sepse thash e humba përsëri. E di si është ai moment. Ti e ke kaluar vetë dhe unë madje të kam shkruar. Dhe të falenderoj shumë, jam shumë mirënjohëse, sepse më ke kthyer përgjigje. Nuk e prisja që do më ktheje. Patjetër do të ja përgjigjem. Ato vojtë kaq të gjata, me shumë këshilla, që unë i ndoqa të gjitha, hapas hapi. Dhe shkoi mirë, shqyrë Zotit. Shkoi shumë mirë, vajza ishte shumë mirë, fetusi do më thëmë, por që mua më la pasoja në gjendjen e përgjithshme të shëndetit tim. Më la pasoja, më la një tension shumë të ullët. Okej, se kishe pasur më përpara? Nuk e kisha pasur. Ma la diku 10 javëshe, filloj, tension shumë i ullët. Të vjella. I kishe bërë vaksinën? Jo, nuk e kishim bërë se tentonim, dhe kisha dëgjuar që nënat që tentojnë për shtatzanim mos ta bëjnë. Dhe nuk e kam bërë asun as bashkëshorti. Perfekt. Pastaj kishte këtë pjesën e të vjellave. Nuk më pranonte stomaku as një ushqim.
Dhe kjo nuk ndodhi vetëm për 3 muajt e parë, 3 mujorin e parë, si të shtonë të gjithë që se do kaloj, është vetëm 3 sa të filloj mujori të lëvizi parë. bebi, po. Jo, vazhdoj 3 mujori dytë, përsëri 3 mujori tretë. Kam vuajtur aq shumë, sa betohesha, i betohesha bashkëshortit, nuk do bëj më fëmijë. Të ndali vajza mirë dhe unë nuk do bëj më se po vuaj aq shumë. E ke përjetuar keq pra të gjitha. E kam përjetuar. Vetëm nuk e di, vetëm kjo gjëja luna brenda meje që ishte një dhuratë shumë e bukur. Pastaj të tjerat vetëm sprova. Vetëm sprova. Dhe ashtu do të ishte edhe në muajin e 4 kur ti do zbuloje gjinin e bebit. Po. Edhe kjo ishte shumë e dhimbshme. Unë kisha lënë takim te doktori. Ka qenë ditë e hënë që do ta bëja ekografin dhe do shikoja gjinin. Kisha bërë dhe planin me bashkëshortin që atë ditë të shikoja gjinin, ai të mbaronte punën dhe ne do nisteshim në Fier te prindit e mi. Edhe do e bënim te babai. Babai im ishte rënduar në atë kohë. Rrinte më shumë shtrirë. E kishë rënduar kimioterapitë edhe Covidi që ne kaluam, sepse e kaluam familjarisht, por nuk e dija që do mbaronte aty. Nuk e dija. Kur ditën e diel babi im, do më thonë, unë të hënën kisha lënë ekografin, ditën e diel në mëngjes, mami më merë, unë gjithmonë kam denjur afër babit, gjatë këtyre periude, po. Gjatë kësaj periude, ato fundjavë isha në Tiranë, sepse do shkoja për ekografin. Na merë mami në mëngjes, në 7 mëngjesit, thot babi mbaroi. Ka qenë shumë e dhimbshme. Të paktën, më falni, të paktën ti kisha thënë se çfarë ishte. Do më thënë, sepse e priste shumë nga unë një fëmijë. Të gjithmonë më uronte për pjesën e juzmetit që i bëja, do më thënë i kam dhënë te koka. Sepse lash dhe punë, i kam dhënë te koka, në çdo moment e shoqëroja kudo dhe vetëm më uronte. Vetëm të mira moj bi, thoshte. Dhe më duket sikur kjo gjë më erdhi urim nga babi. Po. Por dua të cek pak të pjesën e emrit. Po. Ne kishim ndërtishte vajzë bashkë me bashkëshortin. Edhe familja ime, gjithashtu dhe familja e bashkëshortit, sepse janë 2 djemë dhe donin një vajzë. Kishim diskutuar që emri të ishte ose Hana ose Luna. Unë sikur e ndjeja që babi ndoshta më ikën edhe para se të lind. Pa ta pyes një herë për emrin, të kem diçka, do më thënë se si... Po. Çfarë do më thonë ai dëshira e tij. Dhe e kam pyetur, si t'ja vetëm, thënë dhe babi ka pëlqyer më shumë Luna. Luna ka quaj edhe vajza e një kushëriri tim, djalit e hallës. Dhe i thot mami që, po, quhet vajza e Klajtit, kështu. Punë e madhe, tha, s'ka problem. Dhe vendosëm direkt, sa po morëm vesh që ishte vajzë, e vendosëm. Që do ishte Luna. Por, si e pritove ti nga ana shëndetësore aso kohë? Kishe... Bjen e babit. Po. Ishte shumë e vështirë, madje ditën që babi im ndroi jetë, të gjithë njerëzit ishin prerë, do më thënë, ishin përgatitur që kjo gjë do ndodhte, herët avon, për babain, kishin merakun tim. Të gjithë thoshin, Kristin, aman Kristin, madje dhe vllai ishte në Itali, po vinte, edhe mirëte në telefon, bashkëshortin tim, motrën, aman Kristin, vetëm ajo t'jetë mirë. Dhe pastaj do të vinte goca sa javshe? Goca ka 38 javshe. Në fakt... Se planifikuar apo jo? Në fakt, doktora Elimi donte që lindja të ishte normale. Unë kisha shumë frikë. Jam vetë pak si tip frikacake, emotive. Nuk po mandante një datë operacioni. Thoshte do ta bëj me operacion. Nuk po mandante. Por qëlloj që atë periudhë babi im kishte përkujtimoren muajin e 6, domethënë siç e kemi ne shqiptarët. Dhe unë e përjetova shumë keq sepse nuk isha në Fier. Te prindit, duke qenë se s'duhet televizja, sepse isha në ato ditët e mia, po. E përjetova shumë keq dhe filluam më rritën shumë rrafet e zemrës së gocës. Dhe nuk po e ndjeja atë ditë gocën. Nisem direkt, bashkëshorti i tij ishte në punë, e marr në telefon, them, unë po shkoj te klinika.
Sepse edhe pse I kisha lënë punën, unë te klinika e doktor Alimit. Po. Me doktor Alimin unë ndosha. Po iki te klinika, thashte doktori se unë nuk po ndjej gocën dhe nuk po ndjej mirë, kam një gjendje shumë anksoze. Po. Ndërkohë kur veta atje, më bën dhe monitor për RZF-t. Po. Rafjet po shtoheshin shumë. Më kërkuan të qetësohesha, më lanë të qetësohesha pak, pastaj do më rifusnin prapë, do më thënë që të mi rishikoni rafjet, se nuk donin që të përfundoja në operacion. Për mua ishte më mirë, por që vetëm kisha frikën e gocës në ato momente. Nuk po qetësohesha, të them të drejtën, kështu që unë nisa direkt për në maternitet. Okay. Dhe operacioni ka qenë urgjent. Urgjent. Por që shkoj çdo gjë shumë mirë, madje do ta them edhe këtë. Atje në maternitet kur prisja për të më futur në sallë, një flutur më rrinte. Krevati im ishte ngjitur me dritare dhe një flutur më rrinte te perdja. Thash, e ndjeva që do shkonte çdo gjë mirë. Thash, është babi që po... E di, është afër teja. Po, është afër meje. Edhe fal Zotit shkoj çdo gjë shumë mirë. Ti ke pasur dhe një etapë të vështirë, edhe për pjesën e të folurës, ke pasur një pengesë në oratori, pastaj fillove të nisi të këndoje. Po, është kjo pjesa që nga gjithë këto që unë kalova, isha dhe e vetme në shtëpi për të rritur gocën, sepse dhe mami dhe vjera janë në qytetin e Fierit, nuk vinin dot që të rrinin këtu, kanë shtëpitë e tyre, familjet e tyre. Bashkëshorti im ishte gjithë ditën në punë me një orar shumë të zgjatur, e linte në gjumë vajzën dhe i gjente në gjumë, dhe unë isha gjatë gjithë kohës vetëm. Duke qenë se kalova goxha sfida, ankth, nuk kisha oratori që t'i flisja gocës, sepse kisha lexuar që duhet t'i flasë sa më shumë fëmijëve, që të zhvillohen. Dhe të zbëja, këndoja për atë dhe për veten time, sepse kënga më bënte të ndjesha mirë. I këndoja pa fund këngë, dhe Luna u zhvillua goxha. Zhvilloi dhe veshin për muzikë. Dhe veshin për muzikë, ne kemi çik gjenetik nga babai im, edhe motra. Por që e zhvilloj shumë. E sfidat nuk ndalen. Nuk ndalen. Të marrë shfaqet sërish. Shfaqet, kur vajza ime ishte 1 vjeç e gjysmë, bashkëshorti duhet bënda atë kontrollin rutin, dhe përsëri ishte rishfaqur. Aty përsëri një bombë mi kokën tonë. Dhe ishte më e dhimbshme, sepse kësaj herë ishin dhe prindër. Dhe përveç se duhet të mendoje për bashkëshortin, tani duhet të mendoje edhe për gocën. Ishte një tmerr, domethënë. Momentin kur e morëm vesh, nuk di ç'të them, nuk kam fjalë ta përshkruaj. Vetëm shikonim gocën dhe qanim. Mundoshim mos të qanim para syve të saj, por që ishte vërtet një moment shumë I vështirë. Keni qenë bashk në këtë rrugtim? Po. Krist. E ka pasur vështirë ai të hapet për emocionet e tij në gjithë të... Jo, kemi qenë bashk kudo. Kudo. Në spitale, kudo, domethënë. Madje, pasi bashkëshorti bëri ndërhyrjen, kësaj here që vajza ishte 1 vjeç e gjysmë, doktorit I thanë që duhet të bënte edhe radioterapi. Kësaj here ishin dhe me gocën në krah. Çdo ditë kur ai bënte radioterapit me gocën në krah. Mendove më të keqen, Kristi? E menduam vërtet. Tham, mbaroj këtu. Mendova që ngela vetëm, do të arrisja gocën e vetme. Ishte shumë e vështirë. Por që, di falë Zotit, gjërat po ecnin, pavarësisht se edhe sot ne jetojmë me atë frikë. Është vërtet shumë e vështirë, por që nuk kam fjalë të ta përshkruaj. Njeriu kur e provon e kupton, sado të më dëgjojnë, kur e tregoj, kur e provon është tjetër gjë. Por nuk do të lije pa kaluar depresionin postpartum. Po.
Do çuditesha nëse nuk do e kaloja me gjithë këto që të kishin ndodhur. Normal. Po, por si e kalove, Krist? Si e përshkruan atë si kohë? Teme. Ishte goxha e vështirë, Orina. Goxha e vështirë. Me gocën, mendime që bluanin ti gjithë kohës vetëm me gocën. Çfarë Nuk ishte mendoje? një njerëz që të shkëmbeje një muhabet, të harroje pak atë rutinën. Fillimisht fillon kjo pjesa që kur bëhesh nën ke shumë frikë për jetën. Pastaj për gocën, e ruan në çdo moment, merr frymë apo jo. Ishte kjo pjesa kur kam dalë një ditë me gocën në balkon, e kam dëgjuar edhe këtu në fakt, Ka qenë Marcela që e ka treguar. Ua, thash nuk që nga me vetmja. Unë kisha frikë. Thash, mos po të shmëndem, edhe do ta hedh gocën. Sepse është një moment. Po, një moment është. Një moment edhe ndodh gjithçka. Dhe ja kam thënë bashkëshortit, të lutemi, thash, unë nuk dua të dalë më në balkon me gocën, dhe ti mos e merr më. Të lutem se nuk e shoh dot, më duket sikur edhe ty do të bjerë, nuk e përballoj dot. Po me ushqimin si ka qenë? Ti ke ndjekur në një metodë tjetër, bërëvën, apo ke ndjekur puren? Çfarë metodë? Puren, pastaj fillova me me sopa. Por që ja kam filluar pak herët lunës, 4 muajshe. 4 muajshe. Pasi kishte mbushur 4 muaj. Pasi kam mbushur. Sepse unë dua me që rastin t'ja drejtohem edhe nënave, se shpeshherë gjërat kanë ndryshuar. Po. Dhe aktualisht doktorët sigurisht janë me idenë që duhet filloj 6 muaj plus ushqimi, por ditët e sotme duket her pas here e pamundur që të nisi 6 muaj plus dhe aktualisht ushqimet për bebe janë bërë 4 muaj plus. Por ajo që keq kuptojnë shpesh është që sa po mbush 4 muaj, jo, kur mbyllet 4 muaj. Po, dhe hyn në muajin e 5. Në muajin e 5. Pra, këtu duhet ta dinë mamat që kur mbyllet 4 mujori, atëherë mund të fillojë nga shihet për të provuar. Që kjo është edhe për t'i shpjeguar të gjitha mamave që kanë ndonjë lloj paqartësie me atë 4 plus apo 6 plus. Edhe kur thot 6 plus do thot e mbyll 6 mujorin dhe pastaj dhe pastaj vazhdojmë. Që kjo për unë ja kam filluar, për pjesën sepse Luna nuk po shtonte shumë pesh. Dhe ishte një fëmijë shumë e lëvizshme. Madje që pa mbushur 40 ditët, Luna kthehej përmbys. E kuptoj. Edhe normalisht nuk po shtonte pesh. Doktoresha më tha, shiko, tha, nuk po shton, tha, po kjo duket që është fëmijë goxha i lëvizshëm dhe e humbe dha atë pjesën e peshës, të gjiri, domethënë që pi me lëvizjet që bën. Edhe do t'i fillosh ushqimin. E përjetova pak keq, sepse unë isha përgatitur të kisha një fëmijë bucko. Ti vetë si ke qenë fëmijë? Unë kam lindur shumë bucko, por kam rënë në peshë. Të dy bashkë me bashkëshortin jemi domethënë me linja, si të thënë. Po. Madje edhe një shoqja ime që lindi beben shumë bucko dhe vazhdonte të ishte goxha mbi peshë, më tha, po ata të dy ishin të dy në peshë goxha. Kanë qenë vetë kur kanë qenë bebe, kjo është. Po, edhe kjo. Ati mos prit, tha, ju të dy jeni, tha, elegant, kështu që. Nisoj do jetë edhe fëmija. Pastaj, avash e kupton që rëndësia më e madhe është vetëm të jetë mirë. Kjo është rëndësia më e madhe. Keni pasur sfida me shtetin me Lunën, apo ka ecur mbar? Me shëndetin e saj. Me shëndetin, po, kemi pasur. Në fakt, gjatë pjesës që e kam mbajtur në shtëpi, deri në 2 vjeç e gjysmë kam mbajtur në shtëpi, merrte ndonjë viroz, madje e kalonte shpejt. Po, e kalonte shpejt, vetëm një herë kur ka bërë 1 vjeç Luna, kemi vajte prindrit dhe atje më mori viroz. Dhe më kalojnë në temperaturë 41. Dhe e kam çuar direkt në urgjencë në spitalin e Fierit, ushtruam 1 javë. Sa keq e kam përjetuar. Më duke, domethënë, te goca më duket çdo gjë dhe një gjë e vogël, një koll apo një temperaturë, më duket se po ndodh gjëja më e keqe. Pastaj filloi e forcohem me kalimin e kohës, por fillimisht e përjetoj shumë. Por le të themi mirë, pastaj e ke mbajtur në krah Lunën shumë apo jo? Po,
Po, ka qenë shumë e lidhur me mua dhe vazhdon të jetë lidhur. Të jetë shumë e lidhur me mua, thon gocat janë për babin, po Luna është për mami. Po sepse kalon më shumë kohë me ty. Kalon shumë kohë me mua. Jam dhe pak më e dashur, duke qenë se bashkësorti ka kaluar dhe këto sprovat, është bërë pak si ta them, lodhet dhe në punë, edhe psikologjia më e rënduar, edhe nuk ka shumë durim. Kështu që ajo gjen më shumë afrimitet dhe mbështetje tek unë. Je lumtur me Lunën? Jam shumë e lumtur. Është gjë më e bukur që më ka ardhur në jetë. Është gjë më e bukur që më ka ardhur në jetë dhe më ka ardhur në momentet më të vështira. Dhe i them gjithmonë bashkëshortit që duke parë edhe zhvillimin e saj, i them që Luna është fiksi ajo shpreha që lulet më të bukura janë ato që rriten në vështirësi. Sepse ashtu ishte, domethënë, gjatë shtatzanis unë përjetova humbjen e babait, pastaj gjatë mëmësisë pjesën e bashkëshortit ose mundjes bashkëshortit për herë të dytë, gjithashtu pa harruar edhe pjesën që erdhi pas 5 vjetësh martesë. Kështu që jam shumë e lumtur, jam e bekuar. Po atë momentin e mendon sërish atë momentin për fëmijën e dytë tani? Jo, nuk e mendoj. Në fakt Luna ka filluar që po kërkon një beb. Dua një beb te barku mamit, thot. Dhe mua më pikon në shpirt kur e dëgjoj. Nuk e kam menduar për pjesën se ne duam të shijojmë dhe vajzën, domethënë edhe ajo të shkojë sipas planeve tona, edhe pse gjërat e kemi parë që nuk ecin sipas planeve, por që më duket akoma e vogël, më duket që do akoma vëmendje. Plus edhe pjesa e shëndetit bashkëshortit, është ajo frika që A mërzitesh ti pas herë thua, po si s'kam një çik ndim? Mërzitem shumë, sidomos kur dal. Jam gjithmonë me Lunën me karrocë, duke e çuar në lodra vetëm. Sepse edhe shoqet e mia faktikisht kohët e fundit janë larguar jashtë shtetit, kështu na ndan fatet, edhe 2-3 shoqe që më kanë ngelur këtu kur bëhesh nëna nuk të lidh më, domethënë sepse jo në punë, jo larg, me shtëpi. Çfarë do doje ti thoje mamave në mesazhin tënd? Çfarë do doje ti lije i gjurmë të fundit? Mamave doja ti thoja që dhe në rastin tim ajo që s'të vret të bën më të fortë. Dhe ne jemi heroina. Na del forca nga brendësia e shpirtit dhe gjithmonë ja dalim. Domethënë fëmijët na japin forcën më të madhe. Unë nuk e di se ç'do kisha bërë po mos kisha Lunën. Nuk e di si do shkonte dhe jeta jonë bashkëshortore. Ndoshta po Luna na ka dhënë shumë forcë të dyve, na ka bashkuar. Është në atë moshën që kur bëjmë ndonjë selfie bashk, thotë, "O mami, do ta bëjmë dhe një foto të 3." Sepse është zhvilluar shumë nga pjesa e të folurit. Madje dua të cek edhe këtë që një moment që jam ndier shumë krenare për veten. Kur e kam çuar në çerdhe vajzën, pas disa kohësh, ajo domethënë gjatë gjithë kohës që vinte, kur e merja nga çerdhja, më recitonte ose më këndonte këngën që ja kishin po 2 vjeç e gjysmë. Edhe unë ja dërgoja edukatoreve. Thoshin, bravo, është shumë e shkathët. Dhe një herë, kur kam hedhë një story të Lunës, më ka replikuar një edukatore. Luna ka 4 edukatore dhe ne i duam shumë. Më ka replikuar dhe më pyeti. Se nuk është se më kisha hasur shumë muhabet me edukatoren që të njiheshim më gjerë. Më tha, me çfarë merresh ti zemra? Tha se më pëlqen shumë se si sjellja e Lunës. Po. Duket tha që ke punuar shumë me Lunën. Nuk është e vështirë për ne tha të kuptojmë, tha kur fëmia ka dialog me prindin. Në atë moment Orinda ndjer shumë krenare për veten, kam lotuar, i kam bërë screenshot dhe kam hedhë në story. Unë ndjeva shumë krenare, thash ja dola. Me gjithë këtyre sakrificave dhe sfidave, unë ja dola të rris një fëmijë të shëndetshëm në pjesën e zhvillimit. Dhe në gjithë presionin që ti ke si mami, në gjithë dëshirat që ti ke si grua, dhe në fund fare, misioni ynë më i madh është të rrisim fëmijë të shëndetshëm. Mendërisht,
fizikisht. Kështu që ti duhet të jesh e lumtur dhe krenare që po ja arrin një Po, gjë të tillë. jam shumë e lumtur. Faleminderit që ishe në Mam. Faleminderit shumë Orinda. Doktor pas doktori, tek Nën Tereza, të një doktoresh këtu, je bëm të gjitha dhe që doli që ishte një mas tumoriale, por që si fillim ne duhet ta mjekonim dhe për të parë nëse mjekimet jepnin efekt. Nëse mjekimet e jepnin efekt, ne do të vazhdonim. Nëse mjekimet nuk jepnin efekt, djali ishte i vogël për të bërë ndërhyrje, do pristim të rritej pak dhe për ta hequr me ndërhyrje kirurgjikale. Dhe tani në Mam kam mamin e Rajden. Ë? Po, mami Rajden. Mami Rajden, Ida, e cila është në profesion financiere, Financiere në ndërtim. por me një pasion të madh për poezinë. Për poezin patjetër. Prej vitesh tashmë. Si ndjesh kur të thrasin mami i Rajden? Është një privilegj shumë i madh dhe një gëzim shumë i madh për mua të jesh mami i Rajden. Rajden është një fëmijë i mrekullueshëm. Të gjithë mamat për fëmijët e tyre normale që thonë që të mrekullueshëm janë. Faleminderit em gjithkohës. Po thjesht kur i dëgjon ato batutat që thot her pas here fjalë të ndryshme të cilat të befason me fjalët dhe imagjinatën krijimtarinë e tij. Sa vjeç shkoj? Rajden 5 vjeç. 5 vjeç. Kanë qenë vite të bukura, por plot sfida njëkohësisht, me shëndetin, ajo që i bëm bashkë, le të themi në këtë puntat të Mam, është sfida me shëndetin e cila është tek të dyja historitë që ne kemi sot. Dhe edhe për ty ka qenë shumë e fortë kjo sfidë. Megjithatë, përpara se Rajden të vinte në jetë, ju po e planifikoni së bashku me bashortin apo erdhi papritur? E kishim të planifikuar çdo gjë. Si fillim ne kishim shumë vite që bashkëjetonim bashkë për 6 vitesh, kishim bërë dhe dasmën tashmë. Unë prisja që të mbaroja studimet, u stabilizova në punë, i bëre 1-2 vite pak të mira në punë dhe pastaj erdhi momenti që ne të kishim një fëmijë. Dhe vendosëm çdo gjë përpara se ta nisnim Rajden, planifikuam çdo gjë, gjetëm ginekologen dhe Fantastika. Bët analizat, analizat, po patjetër, dhe analizat. Shumë të Nëse mund të kishim ndonjë problem ose jo infeksion, gjëra të cilat janë normale. Po që duhet parandaluar për sa kohë që nisni në planifikimin e një shtatzanie dhe faleminderit që hape këtë pjesë sepse edhe për të gjitha vajzat edhe gratë që po tentojnë një shtatzani, mirë është që këto analiza të bëhen paraprakisht. Madje të njëjtën gjë më tha dhe ginekologja. Bravo, tha dhe është e rrallë të cilat femra vinë tek ne sot me një planifikim përpara dhe për një se shumica vinë domethënë bëj një eko nëse janë ose jo shtatzane, mbeta shtatzan. Është vërtet. Por u vonua shumë marrëdhja e Rajden apo jo? Një muaj e gjysmë. Shpejt po ka ardhur fare. Shpejt ka ardhur. Kanë qenë ato emocionet e atij testi shtatzanis kur ti e pe 2 vija. Atëherë unë provova testin e shtatzanis, më doli negativ. Dhe pastaj pata një hemoragji. Në ato momente shkoj dhe bëj një vizitë ginekologe dhe i them kam këtë shqetësim, ja them paraprakisht në telefon. Bëjmë një vizitë, një konsult. Po ishe në periudhën e ciklit apo jo? Jo. Nuk ishe. Edhe më thot urojt, mos je shtatzane, sepse nuk është gjë e mirë, do me thënë kjo masë e cila ti ke, nuk është normale. Më pas, mbas një javë nga hemoragjia, shkoj për një vizitë tjetër, mbasi kisha marruar mjekime të cilat ajo mi dha dhe më tha që ti je shtatzane. Dhe kështu e ke marrë vesh nga doktoresha nga vizita që ke pasur. Dhe si vijoj më pas? Kam pasur një shtatzani shumë të qetë. Do me thënë normale, nuk është se kam pasur probleme, nuk është se kisha të vjedha, nuk kam pasur shqetësime me pak fjalë, ka që një shtatzani e mbarë. I bëri të gjitha analizat, atë niptin, të gjitha këto që sugjerohen apo jo? Të gjitha. Madje çdo muaj unë kisha analizat cilat i bëja atje dhe merrja mjekimet që nga muaji i tretë pastaj më ndroi mjekimet që merrja gjëra të tjera, vitamina, gjëra të tjera. Ne duket se në Shqipëri me fat në këtë pikë, sepse ne ndiqemi çdo muaj, jashtë shpeshherë ndodh që ndiqem pas 3 muajsh në vizitën e radhës. Është dhe kjo gjë që jashtë duhet lësh takime, tek ne është shumë e thjeshtë, mjafton një telefonat, një rezervim dhe ti je direkt tek doktori për tu qetësuar. Patjetër, është gjë e mirë. Dhe do të zbulonit që ishte djalë kur shkoj, në momentin që më bën eko më thot 99% djalë dhe unë ngel, isha pikërisht 12 javshe.
është një pozicion E ka shumë të parë, mirë. domethënë. E pa dhe ma tha Pra drejt ishte, për do bëj drejt. analizën e niptit ja së kohë? Okej, do bëj analizën e niptit. Edhe këtu Në ajo të momentin që më zbuloj vë në ekon, më thot, është 99% djalë, dhe unë që ngele dhe shikoj mamin si ishte me mamin ato momente, mos, është surpriza ime u prish. Kështu që po pas vjove besoj analizën, sepse ajo është pjesë Patjetër, e patjetër. niptit edhe mund ta bësh edhe Patjetër. falas më pas bëre një baby shower, baby gender reveal or Jo, nuk e bëra, nuk e bëra sepse më shëdhej dhe fati i keq që erdhi Covidi dhe u mbyllëm. U mbyllët. U mbyllëm, po. Dhe si ke përjetuar ti atë kohën e Covidit brenda në gjatë shtatzanis? Me thënë të drejtën e kam pas me një ankth shumë të madh. Më jepte shpeshherë mbytash në veten time, janë ato, nuk e di, ndoshta hormonet. Nuk e kam përjetuar mirë. Mbyllja në shtëpi, nga që isha mësuar edhe punoja, dhe her pas here ishin ato ditët të cilat ne mund të merrnim leje për shkak të punës, pozicionit punës, dhe vendosim targat e makinave tona, dhe unë shpeshherë merrja leje nga policia, i bëja 24 orë, ishin ato vetëm për të dalë dhe për të shkuar ose në mal ose në det, diçka të tillë që të merrja ajër. Por frika ishte e madhe për shkak të se mund të zinte, nuk e dije, ishte një situatë shumë komplekse aso kohë. Ishte me thënë të drejtën, por që ne Covidin e kemi përjetuar më mbrapa, pasi unë kam lindur Raidenin dhe aty e kemi kaluar të gjithë në një gjendje shumë të rëndë. Të rëndë, shëndetësore. Dhe do të vinte mbar Raiden. Mbar Raiden. Raiden, unë gjithmonë kam menduar duke qenë se kemi qenë fis vajzash, se kisha një vajzë, madje kisha gjetur emrin që në ditët e para dhe i thirrja Kenza, se më pëlqente shumë ky emër, Kenza. Dhe kur mora vesh ishte djalë, nuk e di se si ndjehesha, një ndjenjë e çuditshme, mami një djali. Edhe pastaj emrin e Raidenit ja kam gjetur mbas 3 ditësh që mora vesh ishte djalë. Edhe duke menduar shkronjat e mia dhe të bashkëshortit si të bëj një bashkim emrash, doli Raiden. Pastaj thash të bëj një hulumtim në internet, ndoshta ka një kuptim ky emër, dhe emri Raiden ishte me kuptim, vinte nga japonishtja, Rain, që do të thonte perëndia e ndriçimit, e vetëtimës. Pas kuptim të bukur. Erdhi në mënyrë natyrale apo e planifikuar? Natyrale. Unë gjithmonë kam qenë provlindjes natyrale. Ç'është e vërteta, 3 muajt e fundit kam pasur komplikacione, më shfaqën homoroidet për shkak të mos lëvizjes gjatë asaj periudhe që ishte Covidi, ndoshta dhe pesha e rëndë e shtatzanis, më shfaqën homoroidet. Doktoresha kishte pak me merak të pjesën e lindjes dhe duke qenë që të dyja ishim të njëjtit mendim që unë ta bëja vetë, të tentoja si fillim ta bëja vetë, ne kishim bërë dhe sallën e operimit gati, unë prita ujrat që të më vinin. Pra gjithsesi prita kohën e duhur. Mirë, pastaj lindja e Raiden. Si e kujton ato momentet e para, ditët e para? Nuk e di, kur e kam parë në momentin që lindi, është dukur një krijesë shumë e bukur, e shëndetshme, ajo ngjyra, se thënë që fëmijët lindin si e shil, nuk e di, më duke zmer, më duke ishte një emocion që nuk di ta përshkruaj, me zi prisje që ta mirja në krah, ajo ndjesia, njëkohësisht dhe frika, si unë do ta mbaja. A kishe ndihmë ti aso kohë apo ishit vetëm bashortin? Kishim ndim. Jetoni me prindrit e bashkëshortit. Me prindrit e bashortit keni qëndruar. Edhe sa mbështetës ka qenë bashorti në rrugtimin tuaj të parë? Shumë mbështetës. Madje natën e parë të spitalit, ai e ka kaluar me mua aty te dera, se s'kishte edhe vend për të fjetur. E ka kaluar aty, netët e tjera na kaloi doktoresha në një dhomë e cila ishte posaçërisht, duke qenë se dhomat ishin full ditën që unë linda, të nesërmen na kaloi në një dhomë private dhe pastaj flinte aty ditët e tjera, 3 net që kam qëndruar në spital. Po. Por sfidë për mua ka qenë dhe kjo periudha e Covidit, nuk lejonin që të vinin njerëz në spital, kjo gjëja, dhe jam detyruar ditët e para ta vendos vetë në gjë djalin tim, ishte shumë e vështirë, nuk e kafte, jo e kafte, gjiri pastaj nuk është se kishte ardhur mirë. Me gjumin, ecët mbar pastaj? Jo, Raideni është një fëmijë i vështirë për sa i përket pjesës gjumit. Më thonte mami që kur të shkoj 2 muaj do ndryshoj. Jo po të shkoj 3, jo po 6, jo po 1 vit, jo Raideni 5 vjeç dhe ne akoma vuajmë nga gjumi. Vërtet. Vetëm ti ke mungesa në gjumë shumë? Kam. Dikoj kjo në postpartumin të?
Ndikoj shumë. Ndikoj shumë. Si, më trego pak. Atëherë, si fillim, në ditët e para, 40 ditët e para, që thonë që dhe femra është pak delikate, kisha mbështetje, por prap unë jam një tip e cila jam shumë e mbyllur në vetvete dhe nuk parashprehem. Momentet në të cilën unë ja se kisha kapur me të qara, unë futesha në dush dhe më feja dushi, mos kuptohesha të sytë. Edhe më thonë të doktoresha, ndërkohë që ti bën dush mirë një karrikë ose diçka, një stol që të ulesh, sepse të ndihmon shumë, se kisha edhe shumë të dridhura 2 javët e para, kalova shumë keq me të dridhura, konfusionet, po. Edhe kështu nisi pastaj fillova ta bëja rutinat, u mësova me këtë ide, thoja, nuk ka gjë, janë thjesht ndryshimet të cilat i përjeton çdo femër e cila bëhet nën, dhe u mësova me këtë lloj rutine. Pastaj ishin vaksinat e para, 2 muajsh, 4 muajsh, 6 muajsh, viti, përpos kësaj Rajdeni gati 10 muajsh ka pasur një temperaturë që i zgjati 22 ditë. Sa shumë. Shumë temperaturë. Ditët e para shkonim te mjeku dhe thonë të është normale, kur ti kaloj 41, do vish, ati shkon në temperatura deri në 41,5. Ne shkonim te mjeku, merrnim mjekime, thonë të jo nuk do ta shtrojmë akoma, duhet kaloj dhe disa ditë. Ndërkohë që ktheheshim nga doktori, ne u detyronim të kthenim te spitali më i afërt për t'i bërë diçka. Dhe zgjati 10 ditë kjo gjendje në shtëpi, natë ditë në krah, dhe pastaj e shtruam. E shtruam në spital ka qenë një periudhë shumë e vështirë, ajo 1 javë, 8 ditë në spital, nuk ishte shtretër, ishte një dhomë në cilën isha unë me Rajdenin, ishte dhe 2 mama me 2 fëmijët e tyre, 2 vajza, kishim nga një karrike në të cilën uleshim aty, edhe kur flinim gjumë natën, atë pak gjumë që flinim në karrike dhe mbështeteshim te krevati, ulnim ato hekrat e krevatit dhe mbështeteshim te krevati i devave. Dhe këtë e kam përjetuar të pediatria, apo? Po, të pediatria e Durrësit, duke qenë se unë Rajdenin e kam ndjekur me shefin e pediatrisë së Durrësit, e çoja tek në private klinika e tij, edhe duke qenë se ishte aty dhe kisha më mirë, mjeku vetë dinte se çka kishte kaluar, ja dinte historikun që nga lindja. Po çfarë kishte thjesht viroz tani? Në fund viroz, nuk doli asgjë. I kemi bërë 3 herë tamponin, se dyshonin për Covid, por që jo. Ato kanë qenë momente edhe të bukura, me shoqet e dhomës, si mund të themi që kishim aty. Nga njëra tjetra. Ndonjëherë edhe mërzitesha, sepse Rajdeni është një fëmijë i urt, ai nuk i shqetëson të tjerët, nuk është se qante apo të bërtiste, kur ato vajza që kisha në dhomë flinin, Rajdeni rrinte qetësi, ndërkohë që kur i vinte orari gjumit se kishin orare të ndryshme, ato vetëm bërtisnin, e shqetësonin edhe o zot. E ka përjetuar. Kështu, por që Pas edhe të ktheheshit në shtëpi? Përpos kësaj, kur ishim në spital, Rajdeni nga që ka qenë një fëmijë shëndetshëm, edhe pse ishte vetëm me gjithë më thonin, çfarë jep ti këtij djali? Ai ushqen çfarë jep ti këtij? Nuk ishte vena. I plasnin venat kur i vendosnin surumet, e momenti më i vështirë që më kujtohet ka qenë kur ja kemi vendosur vigonin te koka. Ka qenë tmerrsisht. Nuk ka moment besoj më të vështirë kur një nën shef bebin e vet, i cili është në atë gjendje, i shtuhet me serum. Dhe mos unë kam pas raste për shembull, kanë ndodhur një rast me atarën kur ka pas temperaturë të lartë që nuk e di pse e futën për të bërë analiza në atë moment, kur ajo kishte temperaturën e lartë se e bënte këtu, dhe kjo ka ndodhur në spital privat, ka disa situata të cilat po. Edhe nuk i gjenin venat, ishin të paprgatitura fare si infermiera, edhe nuk dija ç'a të bëja në atë moment, nuk thoya si ka mundësi që nuk arrin ta gjej, kur sa arrin ta gjej pastaj mora vesh se s'kishte pse ti bënte fare analizat në atë moment, domethënë, por është ajo taktika e spitalit privat shpeshherë që ndjekin janë edhe mësime për ne, që ne në një situatë tjetër jemi të përgatitur, se kur e kemi për herë të parë, është normale. Është normale, po. Dhe do të shkonit në shtëpi, rritja si ka qenë me Rajden? Rritja me Rajden, unë fillova të ambientohesha disi, se shkëputur gjatë një kohë gjatë punoja, u shkolloja, punoja dhe nuk isha mësuar të rija në shtëpi. E çove shpejt të kohë?
Çerdëm duket. 7 muaj që kam çuar. Shtim të madh ke pasur. I kisha të gjithë kundër, përveç gjyshit të Rajden, vetëm ai ka qenë mbështetësi më i madh dhe thonte nuk është problem çoje sepse fëmia do socializohet. Do fitoj imunitet. Okej, vërtet është mes fëmijëve, do marri viroza gjëra, ama do fitoj imunitet. Çoje, ka qenë i vetmi që e kam pas në krah, ndërsa të tjerët i kisha gjithë kundër, çunin asnjë mënyrë. Po pse se ne në shtëpi me gjyshen për shkak? Po sepse punonin, ishin të gjithë në gjithë. punë. Nuk kisha ku ta lija. Ti mëndërish nuk e përballoje dot në atë moment, besoj. Jo, erdhi një shkallë. Sepse pyetja sigurisht që është pse nuk qëndrove ti me djalin. E vërtet, po erdhi një moment që isha shumë, e ndjeja veten shumë të lodhur psikologjikisht, fizikisht dhe psikologjikisht në të dy anët. Edhe nuk është se unë e çova në çerdhe dhe lash me një orar të zgjatur, fola me të punës për një rikthim dhe kisha lënë një orar 9-2. E kuptoj. 9-2, nuk është se edhe Rajdenit i kushtonte, edhe unë u letoja pak, mendoja se puna aty privatit ku ishte më lehtë se sa të me Rajden. Po. Që kështu kaloja pjesën tjetër pastaj. Kur i rikthesh asaj kohe mendon që ke bërë gabim apo jo? Ndonjëherë them jo. Nuk kam Jo, bërë gabim. nuk e bërë gabim. Nuk kam bërë gabim. Okej, po të krahasoj kohën që kaloj tani, se nuk është se kam shumë kohë, do të thoja që do doja ta kaloja më shumë kohë më përpara, por që kjo më ka ndihmuar edhe disi shkëputja nga djali. Se nëse unë do isha shumë e lidhur që atëherë, nuk do kisha mundësi që unë të punoja sa po punoj sot për të mirën e të dyve ne, por që do isha sepse më ka ndodhur 10 ditë në cilat unë ngrihesha mëngjes për t'ikur në punë dhe ai zgjohej priher me mua dhe qante. Më kapte për këmbësh dhe qante. Shkonte dhe thonte do mbyll derën dhe nuk të lë të ikësh. Edhe këto janë momente të cilat i kisha në memori kështu gjatë gjithë ditës, mezi prisja. Aty e kishe mendjen gjithkohës, po. Gjithkohës dhe shpeshherë ndihesh fajtore për shumë situata. Përpo se tona sjell jeta dhe nuk kemi zgjidhje tjetër, ndihesh fajtore për shumë situata. Por jeta duket se ka qenë e padrejtë me ty. Një ditë do zgjohesh e pa bashortin më. Ai nuk jetonte më. Po. Ka qenë fiks 1 vjeç e gjysmë ka qenë Rajden atë kohë, në të cilët ne e humbëm, Rajdeni e humbi babain e tij. Nuk ka qenë shumë e lehtë për mua, ka qenë shumë e vështirë, të mbetesh krejtësisht vetëm me një bebe në krah. Pa pritur, ai pati një arrest kardiak. Një arrest kardiak, po, edhe Ishte në gjumë. në gjumë. Dhe më shumë më ka vrarë situata e Rajden e cili e kërkonte me sy nëpër shtëpi, sapo kishte filluar të fliste pak atë kohë, edhe sapo ishte ngritur dhe në këmbë, se Rajden është ngritur 1 vjeç e disa muaj në këmbë, gati sa kishte filluar të hidhte 1 muaj, kishte që hidhte hapat e para. Ka qenë periudha para vitit të ri, çerdhja ishte e mbyllur atë periudhë, unë punoja deri në datën 31 dhjetor dhe Rajtin e detyroi që të kaloj ta mbante jati vet, ishte i detyruar që ta mbante dhe po studonte dhe ka kaluar shumë kohë atë periudhë. Ka kaluar gati 10 ditë, kaluan së bashku, e mbante, e ndronte. E kështu, i jepte të pinte, unë do me thënë, i kishin filluar ato kavanozat e parë të plazmën dhe ushjente. Por ndodhi kjo gjë. Ndodhi pastaj kjo gjë. Të shem bota, të rambi krye. Nuk ke as mendime se çfarë mendosh në ato momente, kanë qenë, sidomos muaj i parë, më zhdukur një përjetësie. Nuk ishin të mbaruar ditët, nuk ishin të mbaruar minutat, orët, dukeshin shumë të gjata. E gjej ti ngushëllimin të Rajden në ato ditë? Apo kishe nevojë të qëndroje vetëm? Ka pas momente që doja dhe trija vetën, ka pas momente dhe që ku nuk e shikoja rrotull, çmendesha, e kërkoja aty në çdo moment. Thoja, pse duhet ta kishte fëmia im këtë fat? Më shumë mendoja për të ardhmen, si do të ndjehej fëmia kur të rritet më shumë, pyetjet që do të bënd në rrethin shoqëror në të cilën jemi, nuk e di, mendoja shumë larg në ato momente. Edhe ti jetoja së kohë në familjen e bashkëshortit ishim në ato. Që pak a shumë kanë qenë bashk edhe nuk e qenë vetëm fare në atë një farë forme edhe ato kanë qenë themi mbështetës e ti mbështetës për ta. Edhe pse vështirë gjithmonë mbetet kur ti nuk e njeriu në zemrës më pranë.
Për jetën tënde, çfarë mendoje në atë moment? U mbylli jeta ime? Tani dedikimi do të jetë vetëm për djalin? E vërteta nuk është se mendoja asgjë. Nuk mendoja, I kisha mendime, do me thënë, ke parasysh kur të bllokohet truri dhe ti nuk je aftë mendosh asgjë, ashtu kam qenë atë lloj periudhe. Sidomos kur vinin të afërm njerëz, njëri thonte ose kur dëgjoje fjalë në përcepat e dyerve, se 40 ditë ne kishim shtëpinë të mbushur me njerëz, vinin, iknin, edhe thonin kjo do iki apo kjo do ri, apo pyetje të tilla të cilat po stresonin shumë. Edhe nuk e di. Pastaj ka qenë mbas 2 muajve, unë kam qëndruar aty, shkoja edhe te mami, mbas 2 muajve, ulemi një ditë edhe them unë kam vendosur që ta jetoj jetën time vetëm me djalin tim. Por që mungesa e djalit nuk do ndjehej, unë prap shkoja, çdo fundjavë se ishte shumë I vogël djali dhe nuk rrinte aty, unë punoja gjatë javës ose mund ta kaloja 4 ditë nga mami, 3 ditë nga ata, e kam bërë për një vit rresh këtë gjë. Pastaj e lash natën e parë, një herë u mësua fjeti, shkoja prapë merja dhe tani rajdeni rrin vet aty te gjyshrit e vet. Rrin te gjyshrit e vet. Është mësuar tani, është mësuar, shkon fundjavave. Kur dhe ato janë pushim edhe qëndron me ta. Sa bashkëpunues kanë qenë ata në këtë pikë? Kanë qenë shumë bashkëpunues. Madje më kanë mbështetur shumë, është e drejta jote që ti ta jetosh jetën si ti don. Ne flasim shpesh në telefon, se normale flet rajdeni çdo ditë me ta, përshëndetemi dhe kemi krijuar një marrëdhënie kemi një marrëdhënie shumë paqësore me njëra tjetrën, ndajmë shqetësime, çfarë bëri djali sot, çfarë hëngri, çfarë I dhembi. Ku do shkojë, çfarë do bëj këto gjëra kështu. I kena. Dhe mes kësaj dhimbje, një tjetër sfidë do të shfaqej. Shëndeti I djalit. Shëndeti I djalit. Kur ka qenë I vogël, lindi me një anomali, të cilën e kam mjekuar për 3 vite e gjysmë. 3 vite e gjysmë. Edhe ditët e para ka qenë e vështirë. Në pediatri na tha që është një qesk ujë si fillim, edhe nuk është se e vram shumë mendjen. E ka pasur nanën e djathtë poshtë sjetullës. Dhe, okay. Si a vutre? Ai qante shumë, edhe thoja çfarë ka? E ka diçka ky djalë që qan dhe e kontrolloja, e ka hëngur ndonjë mushkonja, diçka e tillë, nuk e di, por se nëna që janë të fiksuar çfarë ka djali, I shikoja çdo centimetër të lëkurës të trupit dhe shikoj një masë e vogël, sapo kishte filluar pikat e kuqe në fakt, pak pikat e kuqe. Edhe mendoja se ka zënë ndonjë merimanga, diçka, e kam shkundur se xholinon, e ka rrocën, e kemi kthyer për mbys, po çaka. Dhe pastaj ku shkuam te miku, thash që është një qesk ujë. E pa me sy të lirë, nuk është ta problem, thjesht kur të rritet pak, tha, do rregullohemi dhe do merremi me këtë gjë. Si duke djali kishte të qara, nuk e di ndoshta I vinte nga ajo, por nga vizitat që kemi bërë thanë që ajo nuk është të jep shqetësim e dhimbje. Pastaj, duke qenë se gjyshja vetë është infirmiere, konsultore e fëmijëve, ka njohjet e veta dhe e çuam diku tjetër. Doktor pas doktori, tek Nën Tereza, te një doktoresh këtu, je bëm të gjitha dhe që doli që ishte një masë tumoriale, por që si fillim ne duhet ta mjekonim dhe për të parë nëse mjekimet jepnin efekt, nëse mjekimet e jepnin efekt, ne do të vazhdonim, nëse mjekimet nuk jepnin efekt, djali ishte I vogël për të bërë ndërhyrje, do pristim të rritej pak dhe për ta hequr me ndërhyrje kirurgjikale. Po. Dhe ne nisëm me mjekimet I kisha shurupet që I merja me porosit e farmaci Lekli, se nuk ishin gatshme për gatiteshin, dhe zgjati 3 vite e gjysmë kjo gjë, derisa dha rezultat, se ne shihnim çdo muaj, çdo 3 javë, çdo 4 javë, ne bënim eko, bënim eko zemre dhe eko të Si kujton atë moment, ato muaj, ato ishte e tmerrshme, shikoja rria me orë në dorë me telefon se çdo 7 orë duhet t'jepja mjekime, duhet ta lëvija dhe t'jepja shurupin. Kur ishte në gjumë, e mbushja shiringën dhe ja jepja në gjumë dhe e merja në kraj tundja që mos jojë nga gjumi. Kishte momentin ndonjëherë nga ngarkesa unë dhe harroja dhe aty çmendesha mos kam harruar ilaçet e djalit. Për këtë masë tumoriale, mjekët thonin që ishte diçka e lindur apo diçka që ishte shfaqur më vonë? E lindur. Por që më vonë u vure me sy të lirë. E ka pasur të brëndshme, ajo nëse ti do e lija pa mjekim, ajo vinte dhe zmadhohej. Okej. Edhe pastaj ndërhyrja kur mendoj që mund të bëhej? Ndoshta duhet kalonte diku tek 3-4 vjeç. E kuptoj që përpara se mund të
Megjithatë, në të gjitha të hangëtur dhe stresin atyre muajve dhe viteve, besoj është lajmi që gjithçka ishte pastruar për ty ka ardhur si... E shikoja çdo muaj këtë gjë se thonë kemi përparuar, kemi ecur, është më mirë në çdo eko që bënim dhe kjo më jepte dhe më shumë fuqi. Okej, do mbaroj dhe një muaj do kemi. Okej, do mbaroj dhe pak do kemi dhe kjo ishte. Edhe por prap keni pasur sfida me shëndetin, me djalin. Kemi pasur. Nuk u mbaruan me kaq. Jo, ndonjëherë thënë fëmia, varet si lind fëmia, o lindin mbar me mish të huaj. Shumë gjëra. Kur ishte i vogël që kur pinte xhirin e pinte me një frym sikur me si mbushej, por asnjëherë nuk kam dëshuar për këtë gjë dhe rini me shiringa, duke i bërë fiziologjik, Pastroje me shiringa, po, zoti i madh. Dhe një moment kuptojmë që ky duhet ketë misht huaj, e kishim domethënë si ide që mund të ketë misht huaj. Okej, le ti bëjmë një herë vizitat, le të shkojmë atje. Se ne shkonim te pediatri vet, po thonte, jo, tani nuk është koha. Dhe ne nuk merrnim asnjë lloj përgjigje. Okej, do ndryshojmë. Ka pas një moment që nuk e kam pas mirë dhe kemi bërë këtë gjë. Thash, unë tek ai doktor nuk shkoj më. Thash, unë do ndroj doktor. Okej. Po, me anë të njohjeve, është një doktoresh shumë e mirë, është dhe i dalë në pension, ka një klinikë, është e vjetër, është kështu, shkojmë, lë takim, shkojmë atje, dhe nuk ishte recet, po kishte një flet formati, dhe filloj me fletën e formatit, ajo mjekime, e mbushi, doli mbrapa, edhe ne që shikonim njëri tjetrin, çfarë po ndodh, se s'po e kuptoj, çfarë po ndodh, edhe ne vetë nuk po e besonim që fëmia jon mund të ishte aq rënd. Kur kemi dalë dhe kemi shkuar te parkimi, bashkëshorti e mori dhe e grisi. Tha, jo, okej, do shkojmë diku tjetër. Shkojmë te një doktor tjetër. E njëjta histori. S'ka mundësi, edhe i thash, do shkojmë te doktori i vet. Ja, ty ku ishe, po. U rikthyem prap te doktori i vet, ai kishte diçka se ai ishte shumë vështirë që të jepte antibiotik. Më shumë jepte shurup bimar. Dhe fëmia kishte fituar imunitetin nga kjo gjë, ja, vetëm me bimare dhe donim diçka më të fortë që të paktën ta kalonte. Kjo ishte e gjitha. Po si justifikonte që s'ia jepte antibiotikun? Nuk e jepte antibiotikun, nuk është momenti për të dhënë, do ta kaloj kështu sepse do të fitoj imunitet. Po ja e kaloi ashtu? Ai sa e kalonte, disa ditë shkonte mirë dhe ishte prapë një shurup tjetër. Po pastaj si bihuat, sepse dua ta di këtë. Vetëm unë e kuptoj që jam shumë e lumtur që ka mjek që e shtyn sa më shumë antibiotikun. Edhe mjatarës ashtu është, domethënë e ka shtyr pafundësisht antibiotikun. Por në momentin që shef që s'ke ku shkon më, s'mban më, atëherë nuk mund të rrezikosh besoj me shëndetin e fëmijës. Dhe kam dëgjuar shpesh raste që neonata apo kështu rrezikojnë me shëndetin e fëmijës vërtet, më thënë kur shikoj të paktën nga forma se si japin recetat e tyre dhe se si refuzojnë antibiotikun, ndërkohë që ajo mund të shkojë në komplikacione të tjera. Pati komplikacione të tjera djali? Jo, nuk është ka pasur komplikacione të tjera. Ishte vetëm kjo temperatura e vazhdueshme që u bënte, i kalonte, edhe shoqëronte me këto shurupet bimore. Sa herë kishte temperaturë? Ishte shpesh. Në fillim ishte shumë e shpesh, 2 herë në muaj bënte temperaturë. Okej. E mirja doktorin dhe në 3 mëngjesit më ka rastis ta marrën telefon, në 2, në 3, fute në ujë. E fusim gjithë natën në ujë. Sa që thoja, more kemi për ta ftohur këtë fëmijë, do ke fut kaq shumë në ujë, çfarë do t'i vëjmë? Pas keni qenë me fat që nuk ju ka dhënë as konvulsione si fëmijë, sepse ka fëmijë që japin dhe konvulsione. Jo, kishte këtë gjë, kur kishte temperaturën e lartë shumë, mund të zgjaste 5 ditë me temperaturë 40, në momentin që i ulej shkonte 35. Dhe kur shkonte 35 me patania e mbuloja dhe urgjencë. Shkoja në urgjencë. Në urgjencë. 2 herët e para kanë qenë të tmerrshme sepse shikoja të akull komplet, ajo ngjyra e zbardhur lëkura dhe gjaku në fund këmbë. O Zot, çfarë përjetojnë mamat. Tani jam mësuar që fëmia im kur ka temperaturë dhe do t'i ulet e di që do të shkoj shumë poshtë. Por ty si nën tu desh të nisje 2 punë. Dhe 2 punë për të mbajtur pra dhe për nevojat e djalit tënd. Dhe 2 punë do të thotë që të sakrifikosh edhe nga koha e ti. Absolutisht. Kështu që më trego pak këtë. Ka qenë periudha kur Aiden ka qenë gati 2 vjeç. Unë isha fiksuar që doja një shtëpi time.
Dua shtëpinë time, se dhe për mua nuk është që ka qenë shumë e lehtë, ka qenë shumë e vështirë. E të vetmit persona në të cilën shfryhesha dhe nxirja shfaqja çdo gjë, çdo shqetësim që unë kisha kanë qenë prindrit e mi. Madje shpeshherë them që kam hyrë shumë në gjyna me kërkesat dhe gjërat e mia që unë kisha dhe thoja që unë dua shtëpinë time sepse nuk jetoj as me ju. Dhe u detyrova që të bëja 2 punë. Fillova një punë part-time në një hotel mbas ditëve si ekonomiste. Fillova të plotësoja sepse ishin dhe nevojat e djalit, duke qenë se djali nuk është se ka as ndonjë mbështetje financiare nga shteti, nuk është se ka ndonjë pension që të marrë, po të ketë Nuk ka fare. Fare, nga askush. Edhe aty nisa të punoja, 2 punë. Normale mendimin e babit dhe mendimin e vllajt, të cilët më kanë ndihmuar shumë. Në zonën time ku jetoj aty afër prindërve, pat bler dhe vllai një apartament afër shtëpisë prindërve. Ishte edhe një apartament i lirë sepse ishte objekt në ndërtim, sapo kishte përfunduar, kishte ngelur një apartament i lirë. Edhe ja kisha vënë syrin atij apartamenti, po si do bëj për buxhetin. Pastaj diskutoj me pronarin edhe pranon që unë t'ja paguaj me këste. Me këste, do me thënë, ishte një lehtësim shumë i madh sepse i kam frikë të kredit. Dhe ishte një lehtësim shumë i madh për mua. Një ndihmë të vogël më kanë dhënë edhe gjyshrit e djalit në fillim që kam bërë këstin e parë dhe pastaj nisa të punoja dhe sot kemi shtëpinë tonë. Fantastike. Sot keni ndërtuar folezën tuaj. Gjithmonë ideja është të lejmë diçka fëmijëve. Sepse gjithmonë ai merakus të mos kur je prindi vetëm, mendon që ku do shkoj pa mua pastaj. Është vërtet. Çfarë do bëj pa mua? Shpeshherë kisha atë frikën duke qenë se përballem me një histori të tillë, po sikur mua të më ndodhi diçka dhe shumë vite gjatë gjithë kësaj kohe kam përjetuar shumë keq këtë frikën që mua mund të më ndodhi diçka e keqe. Sa herë mbyllja syt për gjumë, sa herë ngrihesha nga gjumi në çdo moment të ditës ku të shkoja, gjithmonë mendoja negativisht dhe të keqen. Shumë herë mbaja veten para djalit, jam e fortë. Edhe pse brenda dridhesha, por që Raiden është një fëmijë shumë i mençur dhe bën shumë pyetja. Vërtet? Shumë pyetja, nuk e di nga i gjë, nuk e di nga i dëgjon, dhe mos sikur ta ketë mësuar dikush i rritur. Bën shumë pyetja dhe kjo e kam pas shumë vështirë në fillim, që ti përgjigjem, si ti përgjigjem. Edhe çuditshme është që nuk pyet askën tjetër përpos meja. Sot ai është 5 vjeç. 5 vjeç. Kupton shumë, sherrët e rrotull, ndjen mungesën e babait, njëkohësisht. E ndjen. Edhe të pyet shpesh për të? Më pyet. Madje na pyet me emra sepse mua nuk më thret mami. Asnjëherë nuk më ka thërritur mami, por gjithmonë Ida në emër. Edhe kudo që ne dalim që jemi me mamin tim, të gjithë mendojnë se është djali i mamit tim, jo djali im. Edhe më pyet goxha dhe Çfarë do të di ai për babain e vet? Ida, Raldi pse iku dhe nala? Një pyetje. Ne kemi xhamin afër aty dhe sa herë që dëgjojmë kur Hoxha Meresan thot, pusho qetësi, thot, sepse është Zoti, do me thënë e lidh Hoxhën me Zotin, edhe është me këtë idenë që babi ti ka shkuar lart e qiellit e Zoti. Edhe unë dua ta takoj Hoxhën, se ndoshta ai mua do më çojë te qielli ta takoj atë. Do me thënë janë pyetje, gjëra, mendimet, cilat ai krijon me trurin e vet dhe më shfaq mua shpeshherë. Ida qanë shpesh? Kam pas qarë shumë shpesh, por tani jam bërë një njeri ngurtë, nuk e di, nuk e besoj me veten time, si jam transformuar kështu, e kam vështirë të qah. A është e vështirë Shqipëria për një single mom, për një mam të vetme? Është e vështirë për mentalitetin e të cilën ne jetojmë, sepse në Shqipëri varet dhe nga zonat, traditat të cilat ka zona ku mund të jetojmë, për mënyrën se si mund ta etiketoj një femër e cila është pa bashkëshort, është e vështirë. Mentaliteti tek ne është i vështirë. Duhet jesh shumë edhe nëse do jesh, mendoj unë, njeriu perfekt, femra perfekte, prapë në vendin tonë nuk gjithmonë do gjykohesh, gjithmonë. E mendon një martesë tjetër? Është e vërteta, e di që jam e re, për momentin... momentin... Një gjë që ndodh në Shqipëri, rëndom, ende akoma dhe unë nuk... Dhe thënë, duket shumë e vështirë është
nënat vendosin ta mbyllin jetën kur largohet bashorti e tyre. Jo. Akoma vazhdon një gjë e tillë. E di, thjesht unë jam me mendimit, do ta pranoj jetën sido që mua mund të më vi. Tani për momentin jam e fokusuar në karrierën time, në punën time. Nuk është se mund të kem pasur ndonjë rast që vërtet mua, okay, edhe duke parë dhe njerëzit se si janë bërë ditët e sotme, është vështirë që t'i besosh kujt. Në këtë moment jam e fokusuar në një tjetër drejtim, por që nuk i di se çfarë jeta mund të na sjellë. Le themi, është e vështirë për një marrëdhënie kur je edhe me fëmijë. Mendoj po. Akoma djemtë e sotëm, burrat e sotëm Mendoj që stepen. Stepen prej opinionit apo stepen sepse janë vetë të rritur ashtu? unë mendoj që e kanë çdo gjë vjen nga rrënjat familjare, nga mënyra si janë edukuar që në vegjëli. Dhe mendoj që kjo ndikon. E kuptoj. Ke shoqe? Kam shoqe, 2 shoqe mund t'i kem që unë rri. Kam pasur shumë shoqëri, por që jam diferencuar shumë nga shoqëria që kam pasur. E kuptoj. Edhe 2 shoqe kam, të cilat i kam të mira edhe. Cilat janë aktivitetet tuaja të preferuara me Rajden? Me Rajden, ne gatuaj. Shpeshherë bëjmë ëmbëlsira, shikojmë filma, vizatimor domethënë, edhe bëjmë kokoshka në shtëpi, edhe ai hiç e ka pak nëse dua të shpërthej nëpër shtëpi, e bëjmë rrumuj. Ja, sot më pat kërkuar që të shkonim në kinema, i pata premtuar. Çfarë donte të shikonte? Stitchin. Stitch, pa. Atë donte të shikonte, me kismetja të shikojmë këto ditët. I kam premtuar edhe hedhjen me litar, sepse ka shumë qejf që ta provoj. Ka qef edhe atë. Ka qef. Unë kohët e fundit kam filluar të merrem me ngjitja malesh, me Via Ferrato ne kam bërë, këto gjëra, dhe kur shikon fotot e mia, përsi nuk më ke marrë ti mua, ti e ke që unë nuk të dua ty më, se ti nuk më merr mua. Edhe kam premtuar që do ta bëjmë hedhjen me litar. Ida, faleminderit që ishe në mam. Faleminderit, Orinda. Kënaqësi.